Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Zotit të madhëruar, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët vazhdojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot, në këtë ditë të madhe, në këtë ditë të veçantë, për neve si pjesëtar të komunitetit musliman, për neve si pjesëtar të kësaj feje madhështore, kësaj feje e cila nuk erdhi vetëm se për ta përmirësuar njerëzimin, për ta ndryshuar njerëzimin dhe për ta ngrit pozitën tonë si njerëz në një pozitë e cila ndonjëherë na ul pozitën, na ul tepër poshtë, në një pozitë të lartë e cila nuk ngritet vetëm se me mesazh hyjnor nga Zoti i Madhëruar. Të nderuar shikues, të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Sot është ditë feste dhe padyshim se fjalën festë ne dëgjojmë shumë. Në gjuhën arabe quhet Eid, pra festë. Festa e ka marrë këtë emërtim për disa arsye, flas në Islam, ose si shkak se ajo përsëritet, pra vjen vit pas viti, se ne besimtarët në Islam i kemi dy festa dhe të dyja janë festa hyjnore, në krahasim me festa tjera të cilat i festojnë njerëzit, dhe ato të gjitha janë festa të cilat vetë njerëzit i kanë shpikur, ndërsa dallimi tek ne si besimtar, si musliman, është se fetë tona janë hyjnore dhe kanë prapavi tjetër në krahasim me festat të cilat i festojnë njerëzit. Ose ka marrë emërtimin për shkak të mirësisë së madhe të cilat e gëzojnë besimtarët në këtë ditë, ose e ka marrë emërtimin për shkak se kjo na sjell vit për viti gëzim. Pa marrë parasysh arsyen e emërtimit me emrin Eid ose fest, ne si besimtar duhet ta kuptojmë diçka. Festat tek ne dallojnë me festat tek njerëzit tjerë në mënyrën e interpretimit të tyre, që përmend pak më herët, po edhe në qëllimin e ardhjes së tyre. Që se shikojmë njerëzit të cilët festojnë, pa marrë parasysh çfarë festa është, e gjithë festa e tyre është çka? Dëfrim apo? Dëfrohen, muzikë, torte, shëtitje, e kështu me radhë. Ndërsa, nëse i kthemi festave në Islam, do të shihni se sikurse është festa e Fitr Bajramit, po ashtu edhe kjo ditë sot e cila është festa e Kurban Bajramit, kanë ardhur me një qëllim tjetër. Dhe arsyeja e ardhes së tyre është arsye tjetër. Njëherë, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në thotë: "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu." Thuaj me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe mirësitë e tij, me këtë le të gëzohen. Kjo është shumë më e mirë se sa ato të cilën ata e të bojnë. Pra tek ne festa është gëzim dhe festim për diçka madhështore e cila na ka ndodhur neve. Për këtë thot Allah subhanahu wa taala, për mirësinë dhe mëshirën e Allahut për këtë gëzohen. Tamam, çfarë lidhje ka tash Bajrami me këtë ajet? Pse ne themi se ne duhet gëzohemi kaq shumë në Bajram? Cila është lidhja, do të thonë, ku bëhet ajo lidhja, ku ta nxjerrim kuptimin kësaj ndodhie. Shikoni, kthehen ambas, ju kujtohet Ramazani? Pas përfundimit të Ramazanit, cila festë ishte? Ishte Bajrami. Tamam, Ramazani çka bart në vete? Allahu subhanahu wa taala çdo natë të Ramazanit çka? Liron njerëz nga zjarri. Çdo ditë të Ramazanit falen mëkatet. Falen mëkatet. Ramazani dhe në Ramazan është falje mëkate. Kush falet natën gjatë Ramazanit, i falen mëkatet. Kush agjeron Ramazanin, i falen mëkatet. Kush falet natën gjatë natës së Kadit, i falen mëkatet. Andaj, ky Bajram i cili vjen pas Ramazanit, vjen si gëzim dhe shprehje e gëzimit pse jemi falur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo meriton gëzim. Dhe kena rastin e Kurban Bajramit, tamam, Ramazani kaloi. Po çka është rasti i Kurban Bajramit?
Nuk është Ramazan. Jemi pas 10 ditëve më të mira të vitit. Ato janë 10 ditët e Dhulhijhes. Pra 10 ditët më të mira të vitit janë këto 10 ditë të cilët kaluan para kësaj feste. Dhe sikurse kemi harruar se dje ishte dita e Arafatit, apo çka është dita e Arafatit? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron ditën e Arafatit, shpresoj se Allahu subhanahu wa taala ja ka falur mëkatet e vitit të kaluar dhe ja ka falur mëkatet e vitit që do të vjen. Subhanallah. Çka ke bë dhe çka ke me bë një vit të janë falur. Dhe nuk ka ditë që më shumë të Allah subhanahu wa taala liron njerëz të cilët meritojnë zjarmin e xhenemit se sa në ditën e kuj? Se në ditën e Arafatit. Dhe pas ditës e Arafatit, dhe pas tyre ditëve më të mira të vitit, vjen festa. Qul bi fadlillah wa bi rahmeti. Thuaj për këtë mirësi të Allahut që ka dhënë këtë mundësi Ramazanin dhe këtë ditë me gjithë ditën e Arafatit. Dhe wa rahmeti, mëshirën e tij që ju e fituat këtë si shkak i mëshirës Allahu subhanahu wa taala, fituat faljen dhe lirimin nga zjarmi i xhenemit, ju meritoni gëzimin. Dhe kjo është arsyeja pse ne besimtarët festojmë. Nëse pyetën dikon, pse feston? Thot pse mi ka mbush djali 3 vjet. Tamam, çfarë kuptimi ka? I ka mbush 3, i ka mbush 4, çka? Çka? Ke shpreh gëzim me akika kur ka lind djali, tamam. Pas kësaj, logjikisht kallzon. Çka shpreh kjo? Ose kjo tjetri feston Halloween vit 3, është ndru viti, për çka ka lidhje se është ndru viti? Çka ka lidhje pse është bën 1 janar me dallim që është bën 1 mars? Çfarë dallimi ka? Nuk ka kuptim logjik. Nuk mundet askush që ta shpjegon arsyeën se pse unë me të vërtetë e festoj këtë festë. Ndërsa në Islam ne kena arsye se pse i festojmë festat tona. Është diçka interesante e ceka në fillim, se mënyra e festimit dallon. A e dini se në Islam festa nuk është dëfrim. Festa nuk është kërcim, muzikë, humbje kontrole, dalja nga vetveti, bërja vepra të këqija, jo. Është madhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Në fund të Ramazanit, me perëndimin e diellit, çka bëhet? Fillojnë tekbiret, madhrimi i Allahut subhanahu wa taala deri në namaz të Bajramit. Pastaj mbahet hutbja, dalin njerëzit të gjithë në Bajram, e falin Bajramin. Madhrohet Allahu subhanahu wa taala, para saj nepet sadakatul fitri, fitrat. Vjen tash, çka ndodhi? Nga mbram, pra pas perëndimit të diellit, dhe deri në ditën e 13 bëhen tekbira pas çdo namazi, që janë tekbirat e caktuara. Dhe i kena tekbira cilat? Tekbirat e përgjithshme gjatë gjithë ditës thush Allahu Akbar, Allahu Akbar. Një. E dyta, për këtë ka një transmetim se dita më e madhe është dita e parë e Kurban Bajramit. Pse? Mblidhen shumë adhurime, madhrimi i Allahut subhanahu wa taala, falja e namazit të gjithë muslimanëve, burra, gra, kanë dalë me fal Bajramin, takohen musliman të gëzuar, e ki pa një farë gëzimi i cili zbret në zemrat e besimtarëve, shumë interesante. Gëzim pa mos më dëfru fare. Gëzimi brendshëm, një kënaqësi e brendshme, është Bajram, e ndjen këtë gëzim. Pastaj kemi ferjen, flijimin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Flijohet për hir të Allahut subhanahu wa taala, derë dhe gjak për hir të Allahut subhanahu wa taala, të kazhëve të cilët na i ka lënë Allahu subhanahu wa taala për t'i shfrytzuar. Pastaj kena vizitën e njëri tjetrit, faljen e njëri tjetrit, përshëndetjen e njëri tjetrit, përhapjen e selamit mes njëri tjetrit, zbukurimin të cilin e bëjmë kur shkojmë në xhami. Siç na porosit Allah subhanahu wa taala o bita Ademnit, merrni zbukurimet tuaj kur të delni në xhami. Andaj gjithta adhurime që bëhen gjatë kësaj dite janë dëshmi se çka? Se festa tek ne festohet ndryshe. Ne festojmë ndryshe, nuk festojmë duke u dëfru, jo, ne festojmë duke e madhëruar Allahun subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Kjo është sa i përket festave. Kthehemi tek kjo ditë e madhe që është dita e Kurban Bayramit. Dhe së nderuar, në këtë ditë haxhit nga Arafati pampromp kanë shkuar në Muzdelife, tash nisen, i hedhin gurët në Xhamratul Aqaba dhe vazhdojnë për ta bërë tawafin e haxhit, që janë veprat më madhështore të cilat janë bashkuar. Hudhen gurët, e dini pse? Që simbol se ne për hir të Allah subhanahu wa taala dhe në nështrim të cilën e bëjmë ndaj Allah subhanahu wa taala, ne e luftojmë shejtanin, ne e luftojmë të keqen. Në këtë ditë, në këtë ditë feste, ne e luftojmë të keqen dhe tentojmë ta kënaqim Allahun subhanahu wa taala. A e dini se në këtë ditë ka ndodhur një ndodhim madhështore të cilën shumë veta nga ju e kanë dëgjuar. Ajo është rasti i Ibrahimit alayhi salam dhe nga këtu daton esenca e thirrjes për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhi salam ishte një pejgamber të cilën e njeh historia, e njohin edhe fe tjera. Varësisht e dikush, do të thonë, e quajnë Abraham, ne e quajmë Ibrahim, bëhet fjalë për të njëjtin njeri. Dhe Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin çka thot? وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. E ka marrë Ibrahimin si mik të vetin, të dashur të vetin. Shumë e ka dashur Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin, dhe Ibrahimi e ka dashur Allahun subhanahu wa taala. Allah është i sinqert në dashurinë e tij. Ndërsa robi duhet ta dëshmon. Ne sot shumë kemi pretendime të mëdha, shumë kemi fjalë të mëdha, shumë kemi thënie të mëdha, ne shumë japim me fjalë, ne shumë bëjmë mirë me fjalë, ne shumë jemi të mirë me fjalë, ne shumë i ndihmojmë tjerëve me fjalë, por realisht në praktik nuk jemi sikur se jemi tek fjalët, apo? Ndërsa për të pranuar fjala jote, duhet që e njëjta të dëshmohet nga kush? Nga veprat tuaja. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala na tregon neve rastin e Ibrahimit alayhi salam. Që Ibrahimi dikon i kaloi 86 vjet, si e përmendin, do me thonë, disa dietarë të tefsirit, dhe i dëshpruan nga mos pranimi i popullit, pra e kanë lodhë mo popull, i thret në islam ato e mohojnë, e thret babën e vetë se pranon, dhe i lutet Allah subhanahu wa taala, hebli minas salihin, o Zot, mjep dikant një pastar dhe së hajrit, ta kemë dhe një besimtar, nuk i thot, du një djalë, du një vajzë, ja, o Zot, nuk kam fëmijë, mjep dikant hajrit. Allahu subhanahu wa taala thot, fabasharnahu bi ghulamin halim. Ne i kena dhënë atij. Do me thonë, tu vin tash 3 përgëzime. Shikoni. E para, fabasharna, ne e përgëzuam, pra jo pranum duas. Ky është përgëzimi i parë. Bi ghulam, ne po ja japim një djalë. Po mirë, pse përgëzim? Po kam i ndihmu Ibrahimin alayhis salam se djalin përgjithësi i ndihmon babës më shumë se sa që ka nevojë mi ndihmu vajza. Në rast ballafaqimit me kënd, me mosbesimtarët, me përhapjen e të vërtetës, ndryshe është. Ndryshe ka natyrshmëri vajza dhe ndryshe ka natyrshmëri djali. Thot, dhe e përgëzuam, i dham një djalë, Allah subhanahu wa taala thot, bi ghulam, ne kena dhënë një djalë i cili do të rritet. Nuk ka thënë i kena dhënë bebe, jo, i kena dhënë djalë të rritur, ka hyrë në moshën madhore. Thot, halim, i cili është i urtë, i mirë, me cilësi të mira. Gjitha këto përgëzime, ja jep Allah subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam, që është dëshmi se sprova e cila do të pason më vonë, nuk është e lehtë. Pastaj Ibrahim alayhis salam, shikoni çfarë testimesh, vëllezër, për ta dëshmuar dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. Gjëja e parë, Allah subhanahu wa taala e urdhëron që ta merr djalin dhe Ismailin, pra kur i lind djali Ismaili, ti çon nga vendi ku ka jetuar ky atje në Irak, ti çon në Mekë. Dhe Mekja nuk është kjo që është sot me hotele, me ujë, me e klimatizuar, jo, në midis shkretine.
i len aty dhe niset, largohet, nuk ndalet me ja shpjegu, mi thënë gruas, shiko, kjo është arsyeja, kena ardhur për këtë qëllë, jo. E len dhe niset, pse? Allah subhanahu wa taala ka thonë shkaleni, u kryo, Zot tim ka thonë shkaleni. Hajeri kërkon shpjegim, s'ka. I thot, është pi Allahut api teje? Thot pi Allahut. S'ka me në lanë Allah subhanahu wa taala keq. La ilaha illallah. Shikoni çfarë bindje dhe mbështetje. Ta lësh gruan me foshnje, midis shkretinës, çfarë sprove për babën, çfarë sprove për nanën. E len aty dhe niset, nuk e kthen kokën pak, që të mos i lëkundet zemra nga realizimi i nënshtrimit të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dini atë rastin, ju harxhohet ai ushqimi pakët dhe ai ujë, dhe Hajeri fillon të lëviz nga Safa në Merve, dhe Allah subhanahu wa taala e shef vendoshmërinë e saj, sebepet të cilat i merr, dhe e bën që tek uji i tij, do të thoni këmbëve të Ismailit, të del zemzemi, ky ujë të cilin edhe sot e përdor. Rritet Ismaili, do të thonë që të mos merr tregimi shumë kohë, rritet Ismaili, kur arrin në moshën kur fillon të ndihmon babës të Ibrahimit, ta shoqëron, ti gjinde, ti ndihmon. Shef në ëndër Ibrahimi a.s. se duhet mi bë djalin kurban. La ilaha illallah. Sprova më e rëndë që mund ta ketë një prindër në raport me djalin e vet. Me ta vra dikush djalin, është sprov shumë e rëndë, përgjithësia bie ke ai. Mi vrati gabim djalin, sprov shumë e rëndë, ka ndodhur pa qëllim, po me shku ti. Mi therr djalin, la ilaha illallah. Vetë kur e përmendën njeriu, prindi, i rënqethet trupi, e jo ta implementojnë praktik. E shef në ëndër se duhet mi bë kurban. Shkon tek djali i tij Ismaili, i thot, inni ara fil menami, unë e shof në ëndër, enni athbahu, se të kom bë kurban, se të theri. Çka i thot djali vet? Ja ebeti f'al ma tu'mar. O bab, vepra atë me të cilën je urdhnu, se të gjiduni insha Allahu minas sabirin. Ndash Zoti kemë më gjetë durimtar. Nuk tha hajtë se jam durimtar, ja, ndash Zoti. Mbështetje, dorëzimi plot. A ka thonë Allahu po? Dorëzohem. Dorëzohet baba, dorëzohet djali. Respekt ndaj Allahut, respekt ndaj prindrit, respekt ndaj djalit, se këshillohet me të, thot o birem, unë e kam pa kështu në ëndër, si ta merr mendja. Këshillohet me djalin e vet. Për sendet më madhështore, subhanallah, që do të jetë mësim për prindrit. Dhe e merr dhe e vendos për ta therr, thot dhe e kam mbështetur në anë, kur e ka vendos thikën, Allah subhanahu wa taala i thot ndali prej. Qad saddaqta ru'ya. Ti e ke çunë vend porosinë, që e ke pa në ëndër. Në ty të shofim rob sinqert. Ja teston Allahu subhanahu wa taala në këtë rast dashurinë që e ka për Allahun, a e ke veç për te ja? A është dashuria ndaj Allahut mbi çdo kënd tjetër a nuk është? A e ke nxjerr çdo kënd tjetër për zemrave përveç Allahut ajo? Nuk është qëllimi mi nxjerr Ismailin nga dunjaja, jo. Po është qëllimi mi nxjerr nga vendi i dashurisë që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti kur je i gatshëm ta nxjerrësh nga ajo pozita në zemër, je pastaj i gatshëm edhe ta flijojsh për atë të cilin ti e don më shumë. La ilaha illallah. Çfarë testimi? Çfarë mësimi? S'ka pas Allah subhanahu wa taala nevojë që të bëhet kurban Ismaili, dhe për këtë wa fedejnah, dhe ne kena zbrit një dash të majnë. Dhe pi atëherë vazhdon suneti i Ibrahimit a.s. të cilin ne e bëjmë sot. Allah subhanahu wa taala s'ka pas nevojë për flijimin e Ismailit. Po ka pas nevojë Ibrahimi dhe gjithë na të cilët vijnë pas, ta dëshmojmë
se në zemrën tonë nuk ka dikush me vlerë se sa Allah subhanahu wa taala. Nuk e hidhroj Allahun për kërkënd. Nuk e flijoj Allahun për askënd. Si ja përparësi kërkuj para Allah subhanahu wa taala. Ja tezja, ja halla, ja daja, ja qefi jem, ja rethi, ja në punë, ja në shkolla, ja. Am ka thënë Allahu, unë e realizoj. Am ka thënë Allahu me mbajt mbulesën, unë e mbaj. Am ka thënë Allahu me falë namazin, unë e fali. Am ka thënë Allahu me kry haxhin, unë e kryj. Am ka thënë Allahu me agjeru, unë agjeroj. Am ka thënë Allahu me shiku punë halal, halal. A i ka thënë, am ka thënë Allahu, djalin mi bëj kurban, e bëj kurban. Ky është shembull për neve. Dhe ne po bim disa testime shumë të lehta se sa testimin të cilin e kaloi Ibrahimi a.s. Andaj, mos zjanohemi shumë se ka mësime të mëdha, po koha është e ngushtë, kthehemi te kurbani. Mbetet kurbani për neve, jo se tek Allahu ka nevojë për kurbanin ton, ja nuk ka. Tek Allahu nuk mrin dimauha o luhuma, as gjaku, as mishi s'mrin tek Allah subhanahu wa taala. Mrin takvallëku juaj, nënshtrimi juaj, gatishmëria juaj që të flijoni për Allahun subhanahu wa taala. Shika, kur ke dikën me vlerë, a ndonjë pris, shkon me vizitu, a dikën me pozit, a dikën çka e don shumë, shikan me ja ble dhuratën më të mirë, t'ja ble një dhuratë të mirë, se joni e dom shumë. Të tana dhuratën më të mirë me ja ble. Kur ish puna për kurban, shkan atë imagjinat çka ish njinin me ble. Kur flijohet për Allahun subhanahu wa taala, kush i ka mundësit, le ta çojnë dhuratën më të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Ne duhet me këtë dëshmojmë se jemi të gatshëm të flijojmë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe adhurimi më madhështor në këtë ditë është therrja e kurbanit. Flijimi. Historikisht njerëzit kanë fliju kurbana për zotrat e tyne, për gjim, për temele, për çka asnjëna për këtyne si është në rregull. Asnjëna për këtyne si është në rregull. Kurbani flijohet, ishte adhurim, dhe adhurimi flijohet dhe i dedikohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kërkuj tjetër. Dua s'ban për kërkend vetëm se për Allahun. Kurban nuk presim për kërkend vetëm se për Allahun. Sadaka nuk napim se për kërkend vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Nuk falena për kërkend vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Andaj duhet jemi të kujdesshëm këtë çështje. Dhe pastaj përmes këtij adhurimi, që është thirrja e kurbanit, afrohen zemrat e njerëzve. I çan pak mish ke familja, i çan pak mish fukaras, i ndihmon atij, i ndihmon ti tjetrit, ka gëzim mes muslimanëve. Ka gëzim mes muslimanëve. Andaj le të jetë kjo ditë e kësaj feste, ditë gëzimi për neve. Të jetë ditë ku ne gëzohemi se jemi falur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne kena thënë Allahu subhanahu wa taala dhe kena dëshmuar Zot, Ibrahimi ishte i gatshëm të flijoj djalin e tij, ti na dërgove kurban, dashin, që na ta flijojmë si dëshmi se ti je më i dashur jon o Zoti jon. Dhe na po e flijojmë. Dhe ne jena të gatshëm që ti flijojmë dëshirat tona, epshet tona, qefet tona, çdo send të cilin ti se ke qef o Zoti jon, për hir tënd. Kjo është dëshmia. Dhe me thënë, kurbani ti kur e vën thikën, thu bismillah, Allahu akbar, ti po kallëzon se unë e flijaj për ty o Zot. Duhet që ky flijim të reflekton në jetën tonë përditshme. Kallajisht ti mi prejat kurbani mi qu për Allahun. Ti qom qefet tona. Ti bëm kurban qefet tona. Ti bëm kurban epshet tona. Ti bëm kurban dëshirat tona për hir të madhështisë dhe dashurisë të cilën e kena për Allahun subhanahu wa taala. Lusë Allahun subhanahu wa taala që si këtë bajram, pa dhe bajrame tjera, ti pritni të gëzuar në familje tuaja. Allah subhanahu wa taala t'ju largon brengat. Allah subhanahu wa taala të sëmurët tonë t'i shëron, të burgosurit tonë Allah subhanahu wa taala t'i lëron, të plagosurit tonë Allah subhanahu wa taala t'i kthen në shëndet të plot. Muslimanët ku janë në përbot, Allah t'ja lehtëson gjendjen e tyre. Lusë Allah subhanahu wa taala që
dëshirat të cilat i keni, lutjet të cilat i bani, qefet të cilat i shpresoni të realizoni një ditë, dhe ato janë për të mirën tuaj, Allah subhanahu wa taala t'ju pranon. Po nëse janë hajër për këtë dunja, Allah subhanahu wa taala t'ju kompenzon ashtu siç dinaj, me largim të ndonjë të keqe, ose t'ju deponon për në ditën e gjykimit. Lut Allah subhanahu wa taala të gjithë ata të cilët prejnë kurban, po ata të cilët kanë qef me prej kurban, pas kanë mundësi me prej kurban, që Allah subhanahu wa taala t'i bashkon në xhenet me Ibrahimin a.s. dhe me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe të mos dëshpërohen se ata të cilët s'kan mundësi me therr kurban, ka therrur kurban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka prej dy dasha të majmë, një për veti dhe familjen e tij dhe një për gjithë ata nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të cilët nuk kanë pas mundësi me therr. Lut Allah subhanahu wa taala që gëzimi t'ju shoqëroj gjatë gjithë jetës tuaj. Subhanaka Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Për hajër festa, lut Allah subhanahu wa taala që çdo festë jona të jetë falje dhe gëzim për neve.